Wow, kjo është shumë... Kjo ka qenë njëra nga momentet më të sikletshme dhe më interesante, që sot kur e diskutoj, tham pse ka ndodhur, mirë po i takon karrierës time, i takon Lore Beautyt dhe e tham me krenari sepse përmes këtyre gabimeve jam mësuar dhe jam ngritur profesionalisht. Mirë po ato kliente vinë prapë dhe jam shumë mirënjohëse që kam pasur durimin me prit apo me liru terminin për personin që ka u thup ndoshta prej ma larg ose më varet nga situata si jemi gjendur. Po prej se kemi fillu të mendojmë pak më profesionalisht, e kemi pas se duhet gjithmonë ndërmarr vendime më të rëndësishme dhe duhet bëhemi akoma më profesional, do me thonë nuk do të thotë që ne të trajnohemi dhe të ofrojmë shërbime të mira, mirë po edhe organizimi dhe struktura organizative brenda studies të mos mungoj asnjëherë. Kjo ka qenë vetëm fillimi, ndërsa tash kemi në struktur tjetër, zakonisht aplikohet bërja termineve online, po dhe nëse nuk funksionon diçka ne vet i mbushim, do me thënë, ato terminet boshe dhe kontaktojmë prapë me klientët. Kjo ka qenë një nga momentet më të sikletshme ku më ke pyet se a ka pas vështirësi. Vështirësi, lodhje, mund, patjetër nuk kanë mungu asnjëherë, edhe një disiplinë mjaft e rrep. Do me thënë, është punu orë gjata, shumë e vërtet që Lore Beauty ka qenë i hapur deri në orën 22:30, kur nuk kemi pas asnjë punëtore dhe kam punu vetë. Vetë, po.